Besimtarët janë vëllezër. Në ajetin 10 të surës Al-Hujurat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwa, faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Në të vërtet, besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. Ky ajet tregon se lidhja e besimit është si lidhja e vëllazërisë familjare. Pra, besimtarët nuk janë thjesht njerëz që ndajnë të njëjtin besim, por ata janë si një familje e madhe shpirtërore. Allahu i madhruar në këtë ajet urdhëron për 3 gjëra kryesore. E para, të pranojmë se besimtarët janë vëllezër. E dyta, të pajtojmë ata që kanë konflikt. E treta, të kemi frikë Allahun që të fitojmë mëshirën e Tij. Vëllazëria në Islam është reale dhe e fortë. Besimi krijon një lidhje më të fortë se gjaku, kombi apo gjuha. Një musliman duhet ta ndjejë dhimbjen e tjetrit dhe të gëzohet për të mirën e tij. Kjo ide përforcohet edhe në mësimet e profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë se besimtarët janë si një trup. Nëse një pjesë dhem, i gjithë trupi ndjen dhimbje. Ajeti nuk thot mos u grindni, por thot nëse 2 besimtarë zihen, grinden, të tjerët duhet i pajtojnë. Kjo do të thot ndërmjetësim, këshill, drejtësi dhe qetësim i zemrave. Përçarja është një nga gjërat që dobëson shoqërinë. Ajeti e lidh pajtimin me devotshmërinë ndaj Allahut. Pra, nëse keni devotshmëri, nëse veproni me drejtësi, nëse ruani vëllazërinë, atëherë meritoni mëshirën e Allahut. Mesazhi kryesor i këtij ajeti është: uniteti dhe pajtimi janë themeli i një shoqërie të shëndosh besimtarësh. Islami nuk e pëlqen përçarjen, armiqësinë, as urrëtitjen mes besimtarëve, as përgojimin dhe as konfliktet. Ky ajet është shumë aktual sot, sepse sot shohim ndarje mes njerëzve, konflikte në familje, përçarje në komunitete, debate dhe urrëtitje në rrjetet sociale. Ky ajet na mëson e na thot: mos e ushqe konfliktin, mos shto urrëtitjen me fjalë të rënda, me përgojim dhe me përhapje thashëthemesh. Bëhu pajtues. Nëse sheh 2 njerëz në konflikt, mos u bëj pjesë e grindjes, por përpiqu t'i afrosh dhe t'i pajtosh ata që kanë konflikt mes tyre. Ruaje zemrën nga urrëtia. Falja dhe butësia janë më të forta se egoja. Mendo për mëshirën e Allahut. Në këtë ajet, Allahu e ka lidhur mëshirën e Tij me pajtimin dhe devotshmërinë. Përmbledhja e kuptimit të këtij ajeti është se besimtarët janë një familje. Përçarja duhet të shërohet me pajtim. Devotshmëria sjell mëshirën e Allahut dhe çdo musliman duhet të jetë ndërtues i paqes, jo i konfliktit.